3%, 4%, ja u shpjegojmë shqiptarëve se çfarë thot ky kryeministër me këto. Atëherë për të gjithë ata që na ndjekin, këto rritje në 2024 rritja është bërë diku te 5%, thot 4.9% thot kryeministri. Është pretendimi. Po. Po edhe ajo e shtrir, jo. Për t'ja u shpjeguar qytetarëve, bëhet fjalë për 7.000 lekë të vjetra. 700 lekë të reja, 7.000 lekë të vjetra. 2025, në vitin ku jemi, kemi rritjen, pra se kemi pensionet urbane, kemi edhe pensionet rurale. Pra kemi të bëjmë me rritje 490 ose 4.900 lekë, pra 4.900 as 5.000 lekë të vjetra rritja në zonën urbane dhe kemi në zonën rurale 2.900 lekë të vjetra. 290. Modeste. Qesharake, jo modeste. Pse e them këta? Unë sot po vi nga kafja mëngjesit me disa miq të mi, të cilët janë pension, kanë punuar gjithë jetën, dhe më tha, mua më shtritur tha një ilaç që duhet ta marr shtesë, që kushton tha 2.000 lekë ose 20.000 lekë të vjetra. Tani tha unë rritjen tha e kam 1.5 e kësaj. 490 ose 5.000 lekë të vjetra. Tani çfarë duhet hequr nga shporta ushqimore, sepse ne kemi dy fishim varfër. Krudot, duhet të heqi krudot. Tani, ata krudot as nuk I mendojnë fare, sepse unë po ju them që rritja nga 2009 deri në 2025, pra dikur pensioni mesatar në 2009 ka qenë 120 euro, që të kuptojmë për publikun. Që me euro të kohës I binte 160.000 lekë? Sot kryeministri I vendit, pensioni mesatar është 190 euro, pra. Kuptoni? Për 15 vite e kuptoni 7.000 lekë të reja ose 7.000. Pra s'është indeksuar I bie I plotësisht për 15 vite. Jo vetëm se nuk është indeksuar, por më lejoni t'ju shpjegoj se dyfishimi të çmimeve të shportave të ilaçeve, të shporteve ushqimore, sa shportet dhe ilaçet. E keni parë se sa ilaçe marrin pensionistët? Dhe po të shikosh me vëmendje këto, nëse ata nuk kanë fëmijët e tyre për të ndihmuar për pjesën ekonomike, besoni që asnjë pensionist nuk e mbyll muajin. Ndërkohë, pensionistët nuk duhen trajtuar si me lëmosha. Pensionistët duhet të kenë minimalja 400 deri në 500 euro për të jetuar minimalisht një pension. Sigurisht, megjithatë, çfarë do të thotë zonja Kuçana ky fluks pensionistësh italian dhe mbi të gjitha lehtësirat fiskale që ne u ofrojmë atyre? Se për shembull, nëse është zero tatimi për një pensionist italian, pse mos jetë zero për një pensionist shqiptar? Se pensionistët shqiptar nuk tatohen ke pensioni, po tatohen në çdo blerje që bëjnë. Jo vetëm se tatohen në çdo blerje, po pensionistët shqiptar paguajnë ujë 2 herë. Pra paguajnë çmimin e ujit që është rritur, që e keni parë besoj edhe për gjithë secilin. Se nuk ka lehtësira për pensionistët. Jo vetëm se nuk ka lehtësira, paguajnë çmimin e energjisë elektrike, paguajnë ilaçet, shportin e ushqimeve, vetëm beson që përveç se nuk përjashtohen nga taksat, pensioni qesharak, duhet të themi është pension qesharak. Nuk e mbyll asnjë pensionist muajin. Kjo ka të bëj pikërisht me talljen që ka bërë kjo qeveri. Dhe që thua që nuk ka para Flavio. Jo, e dim. Kur ka para për 3 milion euro vera, kur ka para që kryeministri I vendit pin 33.000 euro shish në verës, kur ka para për akshin rreth 400 milion euro tendera në vit për rrethin dhe oborrin e Edi Ramës, për Baxhanakun, në rrethin familjar të ngushtë. Pra para ka për djegsat. Pra, kur ka para për të gjitha këto, mund të kishte para për të bërë një rritje se e meritojnë që të jetojnë me dinjitet pensionistat. Zoti Kondi, çfarë do thotë për ju një zhvillim I tillë me pensionistët italian? Si ju bën të ndjeni radh parë? Midis pensionistëve italianë dhe pensionistëve shqiptar ka një diferencë jashtëzakonisht të madhe. Mbasi